Që të shpesh nga Osta Këtë usta guri jeti, Usta guri, Vetëm sa e pash më drogë në mishin për fëmijët atje. Skena fukarallakut bënë budalla, po jesën budallë. Në të vërtetë, më shumë se sa një budallallok, kemi të bëjmë me një krim ndaj fëmijëve që ka kaluar prej shumë muajsh në heshtje dhe indiferencë. Sepse video me përmbajtje pornografike për të cilën po flet ky zotrin anonimat, është xhiruar brenda një shtëpie në fshatrat e Fierit, në të njëjtin ambient ku ishin prezent 3 fëmijë. Fukarin pa drita në gjendje të mjerueshme. Jetojnë 2 familje, për shembull halla me atë gollovarin e vet dhe jemi fëmijë me fëmijë. Një shtëpi të vjetër me 2 hyrje kështu po ata janë Babiloni bashkë. Jemi fëmijë ka një burr i cili ai është si muço, e kanë marrë në Greqi andaj punonën. Panorama e dhimbshme, një familje fshati që asnjëherë nuk ka arritur të krijojë standardet për fëmijët pa fëmijëri që rritën në kushtet e mbjetesës. Ajo, pa pasur botë këtu, ngeli 7 zane këtu, lindi fëmijë këtu e mballta atë fëmijë tjetër. Atë e kanë bërë rrugë këtyre dalë dhe hyn atë pinra këtu, punë dy as. Një nën që rritet vetëm me 4 fëmijë që ngelet shtatzën me një të panjohur. Një kunate e cila sjell partnerin në krevatin ku luajnë nipat dhe mbesa, njerëz që hyn e dalin në një shtëpi ku vrafëria dhe pakujdesia ndaj fëmijëve janë në bashkëtesë. Është histori tejet e trisht për arsye se këta fëmijë janë të ekspozuar në të gjitha formave të abuzimit, e gëshëtuar me neglizhimin. Ato përjetojnë një neglizhim absolut. Sa po jemi përshëndetur me nënën dhe 2 fëmijët më të rritur, përballë nesh shfaqet djali i tretë me një vizatim tepër banal në ball. Qa ke vizatuar shumë? Kush ta ka bërë këtë vizatime? Lozi, ja? Ku ke parti këto gjëra që ja ke vizatuar vllajt? Lozi në parë, njeri tjetë ta mbije, i lava bje. Po që kemi strejt jam. Po mirë, ti e di se qa ka vizatuar vajza këtu? Na të dion që do vini këtu. Ku ke parti këtë që bëhet në këtë lënjë? Në telefon. Vajza e mitur zgjet të ngushtë nga kjo pyetje dhe përmend telefonin, gjë që është pjesërisht e vërtetë. Nëse jetoni me bashkë shortin po? Po burri sa ko ka që jeton në Greqi? 5 vjet. Ka ardhur fare? Po ju shkoni ande? Po da me s'kemi letra. Po me se jetoni? Me dedet, se ne qenjë, lajmë bukët, lajmë dritat. Ju ekonomike, mirë? Jo. Që dishni? Oqë. Oqë. Po dojmë 5 vjet, po më dire ekonomika. Shkojnë në shkollë? Me. Po alla me kë jeton? Me gur. Që njëshën? Kur ka jeton? Para 1 muaj vësë. Jetonin këtu ke juve? Po burri si quaj? Gashi. Para 2 muaj që ishte këtu, hinde këtu. Ja, isha një dyshel që ma njeri aty e pia këtu vetëm. Pasi jemi njohur me situatën e vështirë të kësaj familje, nisim bisedën për të cilën kemi shkuar aty, e që lidhet me videon skandaloze në prezencë të fëmijëve. Ti je 11 vjeçe. Je të dishme çfarë ke vizatuar tek fytyra e vllajt tënd? Ishte një gjë turpi që vizatuar përsërisme. Ku e ke parë? Në telefon, po ato që dalin në telefon, shajnë gjërë shu. Vend tjetër se ke parë? Po mami e di, është një të kësaj videos? E di, po fitës. Po ku t'ja keni dërguar atë video? Është një qupe shkojime, më para më thoshte e beke murguri. E kishte planin për atë video që kam verë. E pjëto një dite, shokëtemi të klasës kanë qenë në djeni të asaj videoje që kanë veru, po nuk e di nga kush e kanë mësuar. Këto batuta të fëmijëve të shkollës në realitet janë në kuptim që lidhet me videon që qarkullonte prej kohësh mes tyre dhe muri i gurit ishte pseudonimi partnerit të hallës, protagonist i videos. Dure vazë punon murguri ande në Greqi, bën murguri, po mbase kam pasur fjalë për këtë video. Nga biseda me vajzën dallojmë se ajo ka një pjekuri dhe kthjelltësi mendimi jo të zakonshme për moshën e saj. Ndoshta e forcuar nga vështirësitë me të cilat është rritur, gjë që nuk e shohim në asnjë moment tek nëna. Sa vjeç je martuar? Ku me vend moshën sa vjeç je martuar? Kur ke ardhur në shtëpi burrin me mbledhëri e ke martuar me shkollë. Po. Si a del me fëmijët? 5 fëmijë, si ke rritur në gjithë të kohë? I kam këtu, ku te punë? Moshe gruri, prile ovin. Djalit në vogël e ke nga marrëdhënie tjetër, martesë tjetër? Po, jo në burri, shumë. Si kështu? Po ka bime rishkëshime si në tjetër. Gruaja duket në një gjendje të tillë që ka nevojë për ndihmë të specializuar dhe kjo bindje na forcohet pas çdo fjale që nxjerr. Unë do të tregoj diçka.
është kunata ime. Ndërsa i tregojnë videon shokuese, zonja nuk bën asnjë reagim. Nuk pyet as pak e as nuk i ndinjohet. Thjesht shikon e hutuar e më pas përgjigjet sikur ajo që ka parë të mos ketë asnjë lidhje me fëmijët e saj. Për mua është një nga rastet më të trishta që numëroj në jetën time profesionale. Askush nuk kujdeset, do me thënë që ata të lahen, të ndrohen, të shplahen, të mirëmbajnë ligjenën e tyre minimale. Duhet patjetër të marrin në konsiderat edhe nevojën e nënës për t'u trajtuar. Të gjithë njerëzit tanë, kështu, ku ndihem keq kur më tanë tjerë. Po ja, zvisha miru, i kishko, ata bëjnë tutje, unë ndihem shumë keq. Ka një shoqë të klase ime, jam ullur bank me te, ajo hëtë beq ka ligjen në tutje. Kur ka ndonjë parfume vete, shtypi parfumi. Për shkak se historia brenda një komuniteti aq të vogël patjetër që përflitet në muret e familjeve të bashkëmoshatarëve të saj, jo vetëm që i godasin ëmbrën, po do godasin atë drejt për drejt, sepse ajo shikohet si një model dhe nuk përulet edhe megjithse keq trajtohet nga fëmijët e tjerë. Fëmijët e tjerë janë fëmijë. Dhe në qoftë se janë të rriturit dhe shkolla e shurdhër, patjetër që fëmijët do eksperimentojnë në atë formë për treguar forcën e tyre që nuk. Situata që zbuluam në këtë familje është pak të quhet emergjente, prandaj në bashkëpunim me autoritetet bijem dakord që duhet të ndërhyrë menjëherë. Çfarë shton nxitimin tonë është fakti se Halla dhe partneri i saj janë rikthyer në Shqipëri pas një qëndrimi të përkohshëm në Korfuz. Në hyrje të banesës përballemi me nënën e fëmijëve, e cila na tregon se Arta me Vasilin nuk ndodhen në shtëpi, po pak kilometra nga aty. Me kë je? Vetëm. Arta me Vasilin ku janë? Fia. Ka se shton. Ka po se di unë. Duke përfituar nga momenti, psikologja nuk humb kohë, por mundohet t'i shpjegojë nënës që situata i ka dalë jashtë kontrollit dhe se nuk mund të vazhdohet më kështu. Po kalamaj në shkollë apo jo? Vinë, të vinë. Se ti çfarë? Sot neve kemi ardhur edhe që të gjejmë tani edhe një zgjidhje se si t'i ndihmojmë fëmijët, sepse ju kështu nuk ja dilë dot. Ata kanë nevojë për kujdes, i vogli ka nevojë për kujdes, vajza, djemt, nuk e ndihmoni dot njëri tjetrin mjaftueshëm. Edhe ti ke nevojë për ndihmë, të bësh një kurs ose të mbështesi një institucion ose një strukturë, se ata kanë nevojë të rriten në kushte më të mira. Në të njëjtën kohë, nisur nga frika se dy abusluesit mund të mësonin për praninë tonë aty, i kërkojmë nënës së fëmijëve që ti kontaktoj. Sa kanë ata që kanë ardhur nga Greqia? Po pensat di ku jeni. Po vini jo. Ku jeni? Çfarë vini? Pasi kemi marrë informacionin se ku janë, nisemi menjëherë bashkë me agjentët e policisë së Fierit dhe pas pak minutash i kemi përballë në lokalin pranë spitalit të qytetit. Çfarë kuptoni me fjalën intimitet? Çfarë intimitet? Ku di unë çfarë? Po ju zonj? Se dhe edhe se kam gjeni hem të militet, se kam gjoni. Se ke dëgjuar kur fjalën intimitet? Jo, fare. Po privatësi? Privatësi. Ne kalojmë mirë me jeni burrë grua. Ajo quhet harmoni, jo privatësi. Po privatësi, harmoni, çdo gjë i kemi në rregull. Marrëdhënie seksuale, kuptoni çfarë është? Po kujt bëhet ti për këtë? Nuk është as digje fare. Çfarë po thua njëherë? Me gruan time pore. Po zakonisht marrëdhënie seksuale i bëni në prezencë të tjerëve u shfaqni të fëmijëve? Jo. Arta? Jo. Ha? Jo. Jo. Allahu ta ruaj. Unë kam një video. Sa shpëlion do më kalamaj të fshyras, super. Po kush e ka fajin aty? Kush e ka fajin? Ju të dy e keni fajin, zotë Fasil. Në domethënë. Nuk ta kanë bërë fshehur azi fëmijët ty këtë lloj gjëje. Ti ke qenë në dieni që po filmohesh këtu. Përgjigjet që marrim janë po aq tronditse sa gjesti që kanë kryer. Në pamjen e tyre nuk ka asnjë shenjë përgjegjësie dhe reflektimi. Gati, gjithçka ju duket normale. Sa që rrin ndaj fëmijëna mbrapa derës ande ushditja. Nuk i ka qenë mbrapa derës, ti ke 3 fëmijë aty. Njërin që e ke mbi kurrizin tënd dhe ti prapë sheh që është aty dhe përpiqesh e normalizon situatën. Një tjetër akoma më i vogël që të sheh nga poshtë dhe vajza tjetër që ty të filmon në divan. Ajo nuk është fshehur azi, ajo është me vetëdije të plotë nga ana juaj. Pa dashje ato gjëra, nuk dashu unë jam me gruan time aty, jemi rregull aty, me gruan time, kurse se çka kanë bërë ata mbrapa derës zgjidhja u ti. Ti Zgjidhje fare për Zotin, u zgjidhje Vasil. Për Zotin e madh unë nuk di gjë. Zotin nuk di gjë, më fali, unë nuk di gjë. Ja, ku jo, s'ke ku të shkosh ti. Nuk ke ku të shkosh, ku të rremendja se do ikësh. Ku të rremendja se do ikësh. Te cila shtëpi o Vasil? Vasil, hajde se ke për të dhënë ca llogari. Vasil ke për të dhënë ca llogari. Ndërsa Vasili është shoqëruar në komisariat, Halla e fëmijëve nis të na tregojë versionin e saj të historisë. Je në dieni të kësaj video? Jam, unë atë dite isha gjumë, punë time, të loma. Më tha mua që mulo kokë. Për çfarë po muloj kokë, dhe suno? Po mirë, ti pse do ta muloj kokën? Mulo kokë, thaj se unë thaj si burrë groni, thaj se
Aty i pësej kështë marrë, ishen mbrapë, po, okej. Si më një kuptova të tërë që se si ava i kuptova të më petë, po asë se më repë. Këtu gjërat marrë një tjetër drejtim, sepse Arta po na tregon një të vërtet të rëndë, anën e dhunshme të partnerit të saj. Po pse s'më tregove në sytë e ti mua? Më vjen, më shaj, më rep sytë tia, më ndaj, më rep shumë, ti sa më rep? Të re këty, po pse që ndroti me të kuraj ty të re? Kot. Sa ko ka që e një orti me të? Po kam vitin e tretë. Ka i konë në Gërqit, po rau. Një vitin e parë më rau, më latë vdeku. Vitin e dytë nuk më rau. Parë këtë ditë më rau, më latë vdeku. Nuk jemi të sigurt nëse këto gjëra na i thot nga frika e pasojave ligjore për gestin e kryer, apo vërtet gjërat kanë shkuar siç na i tregon. Por ajo që vëm re është fytyra e saj e cila ka disa shenja që ngjan me djegjen nga cigaria. Ja, dhe këtë gjam kështu, Diego. Po janë shenja cigare. Po, bravo. Arta. Bravo. Sa ditë ka që ti ka për këto? Këtë di sot. Do besë ushime, thaj si më pa ngrëndës. Qa dhe su? Do vete unë së ik, lokal, pi. Peshe tap. Ose do gatu se zbem, o të vdesu o të rafare, dhej. Me mu të 1-2, thaj këtë. O të vdesu s'ka me mu, thaj që. Me fëmijët aty brënda, me babain tënd, me fëmijët. Aji nuk ka sill mirë. Qa ka për? I tërton keq. Seks më pudaveqi më të mlaja. Seks? Ku vejmë seksualin e brenda ti, leka stile 2 të hapë për gjetur më në 2. I dhe nuk e turke. Pra, i bën me qëllim? Me qëllim. S'marbe, a i thot për shaka, unë nuk e di këto gjë. Si me shaka, qarë bën me shaka? Që me qupën e pusë e bën kështu, asgjë se qupën. E do të kam shaka, e kam këtu, e tu këti ja të gjatë e ti, e buda dhe qëtë e ti, unë nuk e di. Ne bashk do shkojmë në komisariat. Ti është e mira të trekosh çdo gjë çfarë ti di, për të lehtësuar situatën, për t'ju ardhur në ndihmë edhe fëmijëve të vegjël që keni në shtëpi, por për të siguruar edhe jetën tënde në një farë mënyre, sepse duke qëndruar në kushtet e dhunës, kjo nuk është jetë. Po, nuk është jetë e madhe, më ka thënë gjithmonë që po më fute juve më burtë, ju gjeni vend e futu dhe u të uhes dhe jashtë si shpisë. Jam e bravo, jam e pret. Shpëtova. Tani që ajo është atje nuk ka më çfarë të bëj. Asili nuk është askush për të ndëshkuar ty dhe për të mësuar ty dhe gjithë të tjerë se çfarë duhet të bëni me jetën. Unë i flas gjithmonë atje, ja, unë i flisja i thosë atje Vasil, unë nuk e di për çka kanë, kosa në i muhabet në i tu dhe tu. Po, se të brava fare. Pasi të dy partnerët janë përcjellë për në komisariat, për ne vjen pjesa më e vështirë. Pasi një ekip me psikolog, punonjës social dhe punonjës të policisë do të shkojnë në shkollën ku mësojnë fëmijët për t'i marrë në kujdestari në trajtim të veçantë. Diçka që nisur nga rrethanat, në fakt u e bërë shumë kohë më parë. Kjo është edhe arsyeja që ne këmbgulëm të gjithë së bashku, që duhet të jenë në një qendër kujdesi dhe në një trajtim të veçantë, për arsye sepse ngjarja ka ndodhur për një kohë shumë të gjatë dhe vetëm riprodhonte, po të njëjtën perspektivë sjellje dhe trajtimi në atë familje. Pas këtij veprimi vjen një tjetër moment i vështirë. Nisur nga mosha e fëmijëve, nëna duhet të jetë prezente bashkë me ta në qendrën ku do të sistemohen. Por me të shkuar në shtëpi ajo tregohet dyshuese dhe refuzon të bashkëpunojë. Do flasim pak bashk? Çfarë ke? Qetëso, nuk ke asgjë. Çfarë problemi ke? Hajde me mua do flasim të shtëpia bashk. Ja, ke edhe zonjën këtu? Është punojësja? Mirë, unë jam Alma, jam punojësja për mbrojtjen e fëmijëve bashkë. Hajde me mua, hajde pak të flasim. Jemi për të ndihmuar. Nuk jemi për të keqe. Mos se ke djalin në krah. Të gjithë mundohemi t'i mbushim mendjen se kjo situatë psikologjike, higjiene dhe ekonomie për fëmijët nuk mund të vazhdojë më, por nona duket se nuk do të dëgjojë asnjë gjë që i themi. Ajo ka kyçur gojën dhe nuk i përgjigjet asnjërit nga ne. Ndërsa po përballemi gjatë gjithë kohës me refuzimin nga gruaja, ndodh diçka e pazakontë. Vajza 11 vjeçare që deri në atë moment nuk ka thënë asnjë fjalë, befas, nisti flas nënës duke i dhënë një leksion pjekurie. Nuk do të arrestoj, Oma. Hajde se ke dhe gocën. Nuk do të arrestoj, vetëm Oma. Udhë mamin brenda me. Po jo, neve kemi këmbgulur që ti të jesh pranë fëmijëve. Në këtë shtëpi, duket se rolet janë ndërruar mes nënës dhe vajzës së mitur, e cila ka marrë situatën në dorë duke na dhënë të gjithëve një leksion komunikimi. Hajde më qikë, mame, sa të japë një deklarat. Kaq, unë kam frikë që të vesh në burë. Për gjë, skep se shqetësohesh, po të futesh në burë, sa më friku, nuk e puna.
Nuk leu futesh ti. Ti vetë në thosh se nuk ti gjë fare, se ti faktikisht nuk ishe këtu. Ti për kaq do fish. Se u srim neve vetëm. Pas një diskutimi të gjatë të 11 vjeçares me nënën e saj, ky e fundit është bindur dhe pranon që bashkë me të vegjëlit të udhëtojë drejt një strukture të specializuar, atje ku për të dhe fëmijët do të nisë një rehabilitim më së i nevojshëm që në fakt duhej bërë kohë më parë. Në këto histori të rëndë mes varfërisë, abuzimit, dhunës dhe papërgjegjshmërisë, ajo që na kalon të tronditur është kjo vajzë 11 vjeçare, e cila ka diçka të jashtëzakonshme në atë mënyrë se si e pranon realitetin, me qetësinë dhe maturinë e një të rrituri. Por kjo pjekuri e parakoshme në fakt konsiderohet edhe si një dëshmi e fëmijërisë së mohuar. Në një familje ku të gjithë ishin të barabartë për sa i përket të qenit viktima të abuzimit dhe të gjithë përfshiheshin në rolet që i kishte përcaktuar kjo sjellje, i duhet dikujt që të ishte mbrojtësi dhe drejtuesi i familjes, dhe vajza me inteligjencën që kishte, në këtë rast e ka mbrojtëse dhe mbijetuese, ajo përpiqej që të mbronte tjemën. Në ato takime, në bisedat e gjata që bëm me të, nuk e mohojmë që u afeksionuam, prandaj do të kërkojmë më të mirën për të dhe vëllezërit e saj. Por për këtë na duhet edhe ndihma juaj në mënyrë që ta ndihmojmë të rritet si të gjithë moshatarët e saj, me përkujdesje dhe dashuri.